Gjykata Supreme ka shfuqizuar dy nene të udhëzuesit për liberalizimin e tregut të energjisë elektrike, duke konstatuar se ato kanë krijuar pasiguri juridike dhe ekonomike për konsumatorët e energjisë elektrike. Kjo gjykat ka aprovuar padinë e Odës Ekonomike të Kosovës kundër zyrës së rregullatorit për energji, duke shpallë të paligjshëm dhe shfuqizuar nenin 8 të udhëzuesit për liberalizimin e tregut të energjisë elektrike nga janari 2017 dhe neni 2 të udhëzuesit për ndryshimin dhe plotësimin e këtij udhëzuesi. Gjykata Supreme e Kosovës vlerëson se mospërputhja e dispozitave kontestuese të udhëzuesve të zërrejës e kombinuar me interpretimet e neneve 3 dhe 37 të ligjit për energjinë elektrike në raport me direktivën ka rezultuar në një situatë juridike të paqëndrueshme, ku kufiri ndërmjet konsumatorëve që gëzojnë të drejtën e furnizimit universal dhe atyre që janë të detyruar të kalojnë në tregun e lirë nuk është përcaktuar në mënyrë të qartë e të parashikueshme. Gjykata ka vlerësuar se kategorizimi i konsumatorëve në akte nënligjore nuk është i mbështetur me përkufizime juridike apo ekonomike, gjë që ka krijuar konfuzione në praktikë për shumë biznese. Por gjykata ka hedhur poshtë kërkesën e paditësës për shfuqizimin e njoftimit publik për liberalizimin e tregut të energjisë dhe për detyrimin e KESKO-s për korrigjimin e faturave dhe shfuqizimin e kontratave pas 1 qershorit 2025. Përkundër që janë licencuar 27 kompani për furnizim me energji, sipas një shkrese të kostit, vetëm 6 prej tyre janë aktive. Sipas gjykatës, hapja e tregut nuk ka arritur të krijojë një konkurrencë efektive, pasi numri furnizuesve aktiv është i vogël dhe shumica e konsumatorëve mbeten të varur nga 2 kompani kryesore. OE ka vlerësuar se vendimi i përfaqëson një hap thelbësor drejt vendosjes së një kuadri ligjor dhe rregullator më transparent, të drejtë dhe të harmonizuar me interesin e konsumatorëve jo familjar. OEK do të vazhdojë të monitorojë zbatimin e këtij vendimi të Gjykatës Supreme dhe të angazhohet në procesin e hartimit të rregulloreve të reja që sigurojnë konkurrencë të ndershme dhe funksionim të rregullt të tregut të energjisë në përputhje me ligjin. Deputetja e LDK-s Hykmete Bajrami pas vendimit ka thënë se procesi i liberalizimit të tregut të energjisë është bërë në kundërshtim me ligjin. Sipas saj, ky proces është zhvilluar për të favorizuar kompani të lidhura me qeverinë kurti. Zërëja në mars të këtij viti njoftoi për dalje në treg të hapur të rreth 1300 bizneseve me mbi 50 punëtor dhe me qarkullim mbi 10 milion euro, të cilat detyrohen ta zgjedhin vetë furnizuesin. Kjo pikë e rendit ditës